Vendi më i ri vakant në gjykatën e lartë pas dorëheqjes së Ardianunit pak ditë më parë, mund të rikthejë konfliktin politik mes presidentit dhe mazhorancës në parlament. Të paktën kështu ka ndodhur 2 vitet e fundit, kur në 3 votime të ndryshme mazhoranca ka rrëzuar 6 dekretet të presidentit për plotësimin e vendeve vakante. Kjo mund të përsëritet këto ditë kur në parlament të shkojë dekreti për kandidatin e ri. Presidenti ka publikuar emrat e 8 aplikantëve për vendin e lirë në gjykatën e lartë dhe të 8 kanë qenë disa herë pjesëmarrës në të njëjtën procedurë. 2 prej tyre madje janë rrëzuar nga parlamenti në tetor të 2014-s, Sokol Ngresi dhe Luna Stavri. Këta emra do të merren në shqyrtim brenda 5 ditësh nga Këshilli i Emërimeve, një strukturë e re pas ndryshimit të ligjit rreth 1 vit më parë, e përbërë nga drejtuesit më të lartë të sistemit të drejtësisë dhe që ndihmon presidentin në renditjen e kandidatëve. Por deri tani ndihma e Këshillit ka mbetur vetëm teorike, sepse parlamenti edhe pas konsultimeve me grupet parlamentare i ka rrëzuar kandidatët e presidentit. Aktualisht në gjykatën e lartë janë 4 vende për të plotësuar. 3 vende janë bosh, ndërsa njëri prej tyre mbahet prej Ardian Voranit prej më shumë se 1 vit e gjysmë nga mbarimi i mandatit, një çështje që pas ndryshimit të ligjit është ankimuar në kushtetuese nga Partia Demokratike. Nëse reforma në drejtësi do të miratohet kështu siç është propozuar dhe nëse vendet mbeten deri atëherë vakante, kjo do të thotë se anëtarët e rinj do të zgjidhen me procedura të reja që reduktojnë ndikimin e presidentit tek emërimi final i anëtarëve të gjykatës së lartë.